Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. Ky vlogu do ishte shumë më i bukur nëse unë do kisha mundësi të filmoja më shumë, të kapja më shumë skena, sepse kanë qenë ditë shumë të bukura këto. Kam pas ditëlindjen e gocës të motrës, siç e pat me disa skena që ju tregova. Ishte dhe Shën Valentini, kam pas 2 takime me doktorin që kam këtu në Durrës, ginekologun e Durrës dhe tek Amerikani, me doktor Eshanën, dhe kanë qenë eko shumë të bukura. Dhe unë nuk kam filmuar, me thënë të drejtën, për pjesën e Shën Valentinit dhe të ditëlindjes gocës motrës, jam pak e justifikume sepse për Shën Valentin më kapi një grip shumë i keq që akoma nuk më ka lëshu. Nuk e di sepse jam bë kaq shumë delikate këtë periudhë, ose ta them tamam gjithë periudhën e shtatzanisë kam pas disa probleme me pjesën e gripit, që zakonisht nuk është se jam tip që më zen gripi shumë kollaj, po si duket jam bë më delikate këtë periudhë. Dhe për ditëlindjen e mbesës nuk kam filmuar shumë, sepse duke qenë se isha tezja, një nga njerëzit më kryesor aty, jam mundu që të merrem sa më shumë me pjesën që ndihmoj motrën, ose me fëmijët. Kemi pas dhe Odin me vete, jo organizo diçka, plus që doja dhe shumë ta shijoja, po gjithsesi pas kena fare unë s'ju kam lënë. Do mundohem t'ju tregoj dhe disa foto si dola unë, sepse isha tek parukera ime e preferume, që e dini tani ka një 3 muaj, 4 muaj që për çdo rast atje shkoj. Jam shumë e lumtur dhe me pjesën e flokëve dhe sidomos make-upit. Dola shumë bukur, gjithë më komplimentuan dhe do ju lë një foto diku këtu që të më shikoni se si dola atë ditë. Po doja t'ju thoj që kanë qenë ditë shumë të bukura, pak të lodhshme, po ishin ditë që do mbahen mend. Natën e Shën Valentinit e kaluam shumë thjesht, me thënë të drejtën, sepse kishim komplet një mendim tjetër se ku të shkonim. Do me thënë ta marr më hollësisht, Shën Valentinin këtë vit e kishim mendu komplet ndryshe, sepse nuk e dinim që unë do isha shtatzan. E kishim mendu që do bënim një udhëtim ose në Paris ose në Venecia, por që duke qenë se unë jam shtatzan, nuk mundem dot të lëviz kaq shumë dhe të marr avionin. Dhe kishim mendu thjesht shkonim diku në një hotel, në një tip resorti në Shqipëri, diku këtu afër, që të kishim pjesën e pishinës, e darkës, e muzikës. Dhe deri ditën e fundit Shën Valentinit, ai mendimi ishte që të shkonim diku kështu, po ndodhi që fëmia, djali i një prej çifteve që ne do mblidhnim, u smur shumë atë ditë, pati temperaturë shumë të lartë. Madje ajo shoqja ime e vizitoi po atë ditë dhe u detyru me anullum, sepse çdo gjë lehet pas kur bëhet fjalë për fëmijët dhe për familjen. Dhe thjesht hëngëm një darkë tek një restorant këtu në Durrës. Unë mblodhëm 3-4 çifte dhe ja kalum shumë bukur. Që të sqarohemi, unë personalisht, unë dhe Lorin, në fakt, nuk është se festojmë thjesht Shën Valentinin. Ne me 14 shkurt, duhet ta dini se ka përmend dhe herë tjera, ne me 14 shkurt kemi për vjetorët. Do me thënë, këtë 14 shkurt bëm 14 vjet bashkë. Kështu që prandaj e festojmë çik më shumë se ç'duhet festu në përgjithësi Shën Valentini, por që edhe kështu siç ndodhi, shumë mirë shkoi. Më morën në telefon dhe u shkëput pak dhe unë tash e humba komplet se ku isha. Po gjithsesi për pjesën e Shën Valentinit besoj se e mbarova, dhe thash t'ju flas pak dhe për ditën e ditëlindjes të Mejvit, mbesës time. Ja kalum shumë bukur, e festum tek Kodra e Kuajve, doli si një dasëm e vogël, sepse ishin goxha njerëz, kishin ardhur kushërinjtë ton nga Italia, nga Amerika, u mblodhëm, u kënaqëm, doli shumë bukur. Goca mashallah neti shumë mirë, sepse për një vjetorin e Odit ne u mërzitëm pak se Odi, duke qenë se atë ditë nuk ishte flet, nuk ishte bërë gjumin e drekës, atë gjumin e rëndësishëm që ai e ka 3 orë ose 2 orë në drek. Ai ditën e ditëlindjes vet nuk arriti dot të flente dhe ka qenë shumë i grinçëm dhe nuk më ka net pothuajse fare që ta shijoj pak a shumë ditëlindjen, sepse gjithkohës ka flet gjumë, ndërsa goca, Mevi, mashallah zotit,
ka nejtë shumë mirë dhe ka shiu shumë si fest. Tani me zërë po presim të dali USB-ja me videon që ta shohim, sepse ai them mbetet kujtimi më i bukur që do kemi nga festat, nga ditëlindjet, nga dasmat, kur shef ato videot me mrapa dhe të i kthehen ato kujtimet e bukura. Kështu pra, kanë qenë ditë shumë bukura, me datë 18, sepse me 17 kishte dinjen goca, me 18 të nesër me mëngjes, unë isha tek Amerikan Treshi se kisha testin e, analizën e diabetit, që kush ka qenë ose është atzan e din shumë mirë se sa e rëndësishme është e analiza dhe e din shumë mirë se sa rrezikshme mund të jetë diabeti në shtatzani, që shpiket dhe krijohet në shtatzani, është i rrezikshëm si për mamin si për bebin. Dhe duke qenë se gjithë këto kohë të fundit, sa herë që unë bëja eko, bebi dilte më i madh se sa për moshën e vet, dhe doktori këtu në Durrës, dhe doktoresha Ana në Amerikan Treshi, u friksonin pak sepse dyshonin për diabet shtatzanie, sepse zakonisht kur bebet janë më të mëdha se sa nga mosha vet, nga java që duhet jenë, direkt doktorëve i shkon mendja tek diabeti i shtatzanisë. Unë, nga që ma shtin mend doktorët, si duket më bë dhe psikologjike, dhe mu dukte sikur kisha shenja diabeti i shtatzanie, sepse jo se më hajnë gjërat të ëmbla, biles për momentin që më ka shku mendja për me hëngër një gjë të mirë, sado që e kam shpinë plot me kështu budalliqesh, çokolata, vafera, lloj ëmbëlsirash, unë kam bë një pjatë me fruta, siç ju thash, kam bë një gjysmë molle, një kivi dhe një portokall, sepse nuk më shkon mendja për këto budalliqet, shumë rrallë për ndonjë akullore, po jo që të them siç mund të shkoj një shtatzane tjetër. Më shumë shkon mendja për fruta se sa për ëmbëlsirat, po si më thënë, shenja që mund bënte dyshoja se mund të kisha diabet shtatzanie, ishte fakti që më pihet shumë ujë. Dhe sikur më thahet goja. Dhe çka kam gjuar nga gjyshja, nga babi që i ka me diabet, nga njerëzit që njoh që mund të jenë me diabet, kam gjuar që kur të krijohet diabeti, ke shumë dëshirë për ujë dhe të thahet shumë shpesh goja. Dhe ju betohem që një javë, një 10 ditë kam qenë shumë e friksuar derisa vinte data 18 shkurt që unë të boja atë analizën. Kam rrit me shumë frikë dhe e kam mbajt shumë veten, jam ushqyer shumë mirë, sepse thoja, e kisha si me thënë me 67% sigur që kisha diabet. Madje kur shkova tek doktoresha me datë 18, sepse përveç analizës gjakut përgjithshme, analizës diabetit, analizës së urinës dhe ekos që më bën të bebit, unë edhe peshohem atje. Nuk doja të them se sa kile jam, sepse vetëm ditë të them që jam të merru kur kam pa peshoren, sepse deri në ditën që unë kam shkuar tek doktoresha Ana nuk ma mante tu peshoja, por që atë ishte detyrim patjetër që tu peshoja dhe dola më shumë se ç'unë kisha menduar, po gjithsesi doktoresha më tha, mjafton mos të marrësh shumë peshë tani nga fundi, sepse tani duke qenë se shton shumë bebi, shton pothuajse për ditë, e mira është mos të shtoj unë si person vet. Dhe kur isha herën e fundit para një muaji, më la detyrë që nuk duhet të shtoja më shumë se 1 ose deri në 2 kg. Që ishte shumë e vështirë sepse nga muaji i 5,5 deri ke 6,5 gati 7 është vështirë shumë që të marrësh vetëm 1 kg. Po unë e majt aq shumë veten dhe aq mira më ushqy, sa që kisha shtuar vetëm 1 kg. Dhe doktoresha ishte shumë e lumtur për këtë gjë, më tha shumë mirë, kështu vazhdo, se në përgjithësi kam shtu diku me ato llogaritë e mia, pavarësisht se unë nuk e di shumë mirë sa kam qenë para se të ngelja, po me ato llogaritë e mia kam shtu diku te 5 deri në 6 kg deri tani. Dhe e mira është që mos shtoj më shumë se 5 dhe 6 kg tjera. Perfekte është marrësh 12 kg tani, 12 deri në 15. Pavarësisht se unë me çunin ka marrë diku tek 40, por që shtatania nuk i ngjan shtatzanisë. Dhe ky është qëllimi im, që çdo muaj që shkoj të kem shtu paktën vetëm 1 kg. Nëse se kalova shumë nga tema në temë,
Ka edhe një moll. E një portokall. Dhe që po ju thoja, unë nis sa 8 ditë bashkë me mamin, me ta 18. E kisha në 9:30 tisha te spitali. Jam nis me një siklet shumë të madh dhe gjithë kohës kam qenë ankth. Sepse ajo do ishte dita që unë do kuptoja a kisha s'kisha diabet. Shkova atje, më thanë që të zbrisja poshtë tek laboratori i analizave. Si fillim më dhanë një si tip shërupi, është një lëng që është me, domethënë lëngu më i ëmbël që unë kam pirë në jetën time, që t'ja u përshkruaj tamam, mënyra se si mu duk mu, ishte si shërbeti i baklavas ose si shërbeti i një ëmbëlsire që një revanie, një keku që mund të bëni në shtëpi, komplet ajo shërbeti, po me pak shije limoni, ishte, dhe u duhet të pinte komplet shisha brenda 2 minutash. Ajo ishte pak e bezdishme për mu, se ju thash nuk është se në këtë shazani kam shumë qef ëmbëlsirat, madje ndonjëherë kur e teproj me ëmbëlsirat bëhem shumë keq, dhe ajo më realisht më bëni shumë keq se më rri direkt tensioni. Me zore piva më brenda 2 minutave dhe më tha që do vish po prap tek laboratori analizave do vish për 1 orë. Sepse në pas 1 ore u bënte ajo matja e diabetit. Gjatë kësaj 1 ore dola pak me mamin, shkum tek një kafe diku aty afër, dhe bëra dhe analizën e urinës, sepse është shumë e rëndësishme në këtë moshë tazanie. Dhe shkova bëra dhe ekon sipër tek doktoresh Ana. E pam bebin, e pam në 3D, dhe jam t'rregoj këtu se e kam këtu dosjen. Nuk e di, po ato ekot në 3D janë fantastike dhe doktoresha Ana i bënte shumë buka dhe shumë, domethënë të kënaqte, talente goxha ta shifshe bebin me 3D. Se zakonisht në për këto ginekologët e tjerë shumë pak e kapin dhe nuk është se ngopet shumë me ato pamjet. Po doktoresha Ana nga kjo anë ishte shumë e mirë. Ja të tregoj pak a shumë bebin. Ja ku është zemra ime. Është rrit goxha, tu është fytyra, koka, shpatulla, dora. Ndërsa këtu ishte një moment që e mbuloj komplet fytyrën, pati turp m'duket. Ja ku është dora. Dhe më ka bërë dhe kështu eko tjera që janë të thjeshta që nuk kuptohen. Dhe dola shumë mirë, thjesht bebi doli 3 javë më i madh se sa duhet t'ishte. Dhe ai moment kur ajo thash 3 javë më i madh, sepse unë atë ditë isha 26 javëshe, sot jam 26 javëshe e 3 ditëshe. Kur ajo më thash 3 javë më i madh, thash aty kisha të sigurt që kur më dilte përgjigja analizës do dilte me diabet. Më kapi një ankth, filloi duke më dridh trupi, u bëna shumë keq sa që ajo bashkë me mamin u munduan me më qetësu, duke më thënë që është tashi që e kujtoj më vjen për qajt, është mos u mërzit se nuk është gjë e madhe, edhe po të dalësh me diabet, ka mjekim që do e marrësh gjatisht tani që të paktën diabeti mos të ndikoj tek bebi. Dhe po mua në ato momente nuk ishte gjë që më qetësonte, me thënë drejtën. Te mami nuk e dhash veten, unë mundova e majta veten sikur u qetësova, po unë e di se sa me zore kam prit atë përgjigjen analizave. Nëse bëra ekon, bëra pagesën dhe kalova tek zyra ku merret paketa, ku abonohesh dhe zgjodha paketën, ja e kam këtu, zgjodha paketën e pjesshme, e firmosa. Tani unë do ju jap disa informacione përgjithshme për sa i përket paketës që unë kam marrë. Kushtonte 2 milion lek, domethënë kishte paketë të plot që ishte diku tek 3 milion lekësh, 2 milion e 700 e ca, 2 milion e 800 e ca, diçka e tillë, që vazhdon domethënë nga java e 5-6 sezonis dhe deri në lindje. Është ke pjesëshmja që kam marrë unë nga java e 17 deri në lindje, pavarësisht se unë kam shku në javën e 21, kam bërë vetëm morfologjiken, domethënë nga morfologjika e këtej. Po pjesa që unë si kam bo, ulet nga çmimi, më duket se ma shpjegoj ajo, nuk e di tani.
Dhe unë për shembull paketën që unë zgjodha që është e pjesshmja, më përfshin nga java e 17 shtacanis deri tek lindja dhe të gjitha kontrollet, vaksinat, vitaminat, ekzaminimet, gjonat, analizat e bebit për 3 muaj pas lindjes dhe 1 muaj kontroll mamit, domethënë mu, për plagën e për analiza e për gjitha. Ta mendosh gjithë gjona nuk janë shtrenjtë, 2 milion lek nuk janë shtrenjtë, se t'ju them, po ju flet një mami që ka lind dhe në shtet dhe i ka shku pa egzagerim diku tek 7 milion lekshi. 6-7 milion lek. Mos them më shumë. Sepse ishte pak rast specifik i imi, por që edhe në shtet, sado që mundohen ose e nxjerrin e shfaqin si ta tillë sikur shteti nuk merr lek, merr që ç'kena atë punë. Po amerikanët të shkon më lirë dhe ke kushtet shumë më të mira. Unë prej kushteve kam shku me thënë drejtën. Dhe deri tani jam shumë e lumtur sepse nuk ka shumë që unë ndoq dhe motra, para një viti isha me motrën dhe kam qenë hap pas hapi, ke çdo eko, ke çdo analizë, monitorime më the tash, dhe më ka pëlqyer shumë si proces. Janë shumë të saktë, janë shumë të rregullt, të komunikueshëm, sidomos ato gocat e recepcionit, ajo goca që të thot ku të shkosh, hajde ulu këtu, të thre, të merr, të përcjell. Janë shumë të mira dhe doktoresh Ana është shumë e mirë, pavarësisht se nuk është shumë e komunikueshme ose e muhabetit, po doktori në radhë parë duhet të jetë profesionist një herë, pastaj të bëjmë muhabet. Dhe jam shumë e kënaqur deri tani, sidomos kur kam pa operacionin se si ka ecë motrës. Prandaj e kam vendos që atë ditë që motra ka lind, unë e kam vendos që kismet Zotit shtatanin tjetër do e ndjek tek Ana dhe tek Amerikani. Dhe eksperienca ime deri tani më bën t'ju them që shkoni pa frikë tek Amerikan Treshin. Paketën e mora, ekot i vendos gjitha tek një dosje veç, ndërsa këtë dosjen këtu e kam për mandatet e pagesave, për përgjigje analizave, i vej kështu veç. Ndërsa kjo pastaj është paketa, që gjitha ato i vendos në një dosje mbete. Dhe kështu më duket sikur i kam më mirë kontrollume, më mirë sistemume. Dhe kështu. Tanzania që të flas pak a shumë deri tani, sepse unë jam sapo shkel muajin e 7, sepse muaji i 7 tamam është në javën e 27, ndërkohë që unë e dija në javën e 26, po nëse se unë zënë se jam të 27, se jam 26 javëshe e 3-4 ditëshe, dhe sapo po shkel muajin e 7, domethënë dhe ke i bjen që po hyj në 3 muajorin e 3, që është dhe 3 mujori më i ngarkum, më kanë vazhdu shumë shpejto marrjet e frymës, luhatja e tensionit, rraje zemre, nuk po i gjej domethënë më rehat kur flej, që unë kam qenë shumë mirë me pjesën e gjumit, mund të çohem mbi 5-6 herë natën, që unë s'u kam pas çu kur. Unë e vetme periudhë që u çoja nga gjumi natën ishte kur kam pas Odin bebe. Tani nuk po flej më rehat, më mungon shumë ajo pjesa e të fleturit gjithë natën dhe të shtrihem kështu përmbys, se unë jam tip që flej me bark, flej me fytyrë. Ndërkohë tani po flej vetëm nga ana majt nga e djathta, edhe shumë pak herë mund të rri drejt, po sa herë rri drejt më merret fryma dhe nuk është se jam tani në një periudhë shumë komode, është periudhë shumë e bukur nga ana tjetër, sepse ndjen shumë lëvizjet e bebit, barku është rrit goxha, që do mundohem t'ja u tregoj nga fundi sa është rrit. Si shtazani, unë them që periudha më e bukur është tani. Për shumë goca tjera, periudha më e bukur është cilësu 3 mujori i dytë, sidomos për ato që kanë pas të vjedha gjatë 3 mujorit të parë, sepse thonë që këtë 3 mujorit të dytë hikin të vjedhat, edhe është e vërtetë se edhe mua më ka ndodhur, pavarësisht se unë nuk kam pas të vjedha thjesht atë ndjesin, por që gjatë 3 mujorit të dytë më hikën. Por unë 3 mujorin e dytë e kam frikë sepse nuk më duket ajo safe zone.
ke 3 mujori i dytë. Kur hyn tek 3 mujori i tretë, thu larg qoftë, edhe gjëra më e madhe të ndodhi, fëmia është më i rritur, më i pjekur dhe më gati për të jetuar dhe jashtë barkut mamit. Dhe për mua e preferuar është 3 mujori i tretë. Sado që je më e ngarkuar, je më e lodhur, mungesa e hekurit fillon bën atë vetën, se me që u kujtova unë dola anemike me mungesë hekuri dhe kam vazhdu marrë këto vitaminat që janë dhe me hekur. Do me thënë, për pjesë ngarkese, lëvizshmërie dhe pjesa që nuk jeton më komode, është 3 mujori i tretë, por që për mu sa më shumë t'i afrohem atyre javëve të sigurta, që është java 32, 33 e kështu, aq më komode ndjehem dhe nuk i kam fare problem këto shqetësimet e vogla që ju thash. Mjafton të më shkoj shumë mirë, sepse unë jam, siç e dini, kush ka djeg që nga fillimet, e din shumë mirë që unë me Odin kam pas rreziku të lindja shumë para kohe, duke qenë se mu hap qafa mitrës dhe më plasën pak ujrat 23 javshe, e kam pak me frikë. Pavarësisht se unë Odin e kam lind, kam hyr tek muji 9, me regjim me gjitha, po gjithsesi rreziku i madh ekzistonte që unë ta lindja çonin para kohe dhe të më përfundonte në inkubator, që unë kam shumë të merrat e gjë, nuk e di, më duket si një torturë për bebet, dhe prandaj them o Zot, lutem të paktën të shkojmë tek këto javët që janë super të sigurta, që është java 32, 33, 34, dhe kjo është dëshira ime më e madhe për momentin, që ta shty sa më shumë, të ri bebi sa më mirë, dhe të kemi lindje, se vjen dhe për qark nuk e di pse, të kemi një operacion më saktë, sepse kam qef që këtë herë të lind me operacion, por që nuk e di pse kam shumë frikë operacionin. Edhe pse kam rastin më të afërt motrën time, që i ka shku jashtë mase shumë mirë, po unë kam shumë frikë, nuk e kam shumë frikë pjesën e asaj gjilpërës që bëhet mbrapa. Kam gjuhë disa raste që mund të kenë qenë edhe gënjeshtra, nuk e di. Kam gjuhë disa raste që e kanë ndje pjesën e prerjes të barku. Se di, jam shumë sensitive, këtë gjë ta bësh Tanzania, po unë jam i qik ndryshe nga tjera, se në përgjithësi gocat kanë frikë lindje natyrale dhe jo operacionin, unë jam e kundërta, unë kam frikë operacionin. Por që o Zot inshallah në shkon çdo gjë mirë. Dhe kështu, nuk po zjate më, se ka shku goxha kjo pjesa dhe nuk e dia do keni nervat ma ngjoni deri në fund. Po kështu. Sot është e premte, dhe duhet të ndroj kompletem. Sot është e premte, është koha shumë e keqe. Më duket se sot është dita fundit që do bi shi, nga nesër fillon hapet koha, do rulëzojmë gjithë, do jetë dita më e bukur, jeta më e bukur. Po sot si e premte që është, ne kemi ditën e filmave, e kinemas, ditën e premte, dhe të shohim kismet Zotit, të shohim filmin e Luizit dhe Kiarës. Nuk e di se si është, nuk është se kam një pritshmëri kush e di se qa, me thënë drejtën, po që me që jemi do shkojmë ta shohim dhe besoj do ju them se si mu duk. Tani po haj qito frutat, sepse më kapi mu kjo momenti që du të konsumoj diçka. Dhe kam mundësi do gatuj diçka ta kem për në shtëpi, pavarësisht se ne me shumë mundësi do hajmë tek qetuj ose te tegu, vaj ku të shohim filmin, po du ta kem diçka në shtëpi se nuk i dihet. Lori më ka kërku prap tiramisun si gjithmonë, si çdo 3-4 javësh ai don tiramisun, po nuk e di, po pata nerve do ta bëj. Po s'pata, thjesht do ri këtu me frutat e mia, do shoh televizor dhe do pres orën që të vi çuni nga kopshti, sepse jam vetëm fare. Dhe kaq, ika tani, taj frutat dhe shifemi më vonë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët në ditën e diel. Sot do mundohem të filmoj, t'ju tregoj pak a shumë se çfarë do bëjmë këtë të diel, se e di që i keni qef këto video.
dhe thash për hap kamerën që në momentin që do filloj të bëhem gati, mund bëj një make-up të vogël. Nuk është se shumë herë në mëngjes, po shkon ora 10, por që unë e mora këtë zimin shumë avash avash. Në fakt jam çuar që në 7:40, por që u mora me telefonin, pak me videon, e kam editu deri këtu që po flasim, që ta kem shumë kollaj për ta postu me shumë mundësi sot ka masditja ose nesër në mëngjes, nuk e di, do shoh. Dhe e hapa që tani të filmoj pak, si që thash, make-upin dhe t'ju tregoj tiramisun që bona dje. Nuk e bona par dje si që e kisha premtu Lorit, po e bona dje. Dhe është fantastike. Unë jam nona për me bo tiramisu. Nuk e di pse më del jashtë mas e mirë dhe gjithë e pëlqejnë. Kam arrit kuptoj atë sekretin, se si bëhet super e mirë, se për ta bë kjo bëhet shumë kollaj. Që thoni ju qa po bon ti që po han tiramisu në pikë mjesit, dhe pse nuk është pika mjesit, po sot jam duke përtu jashtë ma se shumë bëj mëngjes, se unë kur i hy mëngjesit bëj shumë, do me thonë kam qef të bëj shumë dhe shmëri gjonash, po jam duke përtu dhe në vend se të merrem me mëngjesin, sot do merrem me veten time dhe po aj pak tiramisun që kam bëj që dje dhe nuk kam hëngër, dhe këtëra kam bëj më me pak sheqer se herët e tjera. Në qoftë se tiramisuja don 6 ose 7 lugë gjelle sheqer, unë këtëra kam bëj vetëm me 3 lugë gjelle, dhe kështu që është pak më e shëndetshme se herët e tjera. E di që mascarponeja nuk më bon mirë, sepse është djath, në vetë është djath i pa bom, dhe në Shazani nuk është se lejohet, por që pyeta ChatGPT-n dhe më tha në rast se ke zgjedh mascarpone të kualitetit mirë, që unë mora më të mirë më të shtrenjtën te Konadi, mund ta hash dhe një copë mund ta hash pa frikë, nuk ka gjë. Vezët janë shumë mirë, janë vezë fshati, kështu që do haj tiramisu për mëngjes. Është fantastike. Nëse ka një gjë që unë si rezistoj dot, është tiramisuja, nuk e di pse. Sot nuk e kemi iden fare se ku do shkojmë, se zakonisht paka shumë e dim, dhe me thënë një vend, se ku mund t'ikim për drek. Sot nuk e dim fare, sepse unë nuk kam kontrollu të gjej një restorant ose një vend që të ketë dhe lodra, se kryesorja për ne është të ketë lodra, madje dhe kafen e mëngjesit që e pim, shkëm nga një nga këto vendet që e dim që ka lodra për fëmijë, po sot nga që koha shumë e mirë, ka dalë diell dhe është tamam pranverë, t'i them Lorit po ashtu t'ikim nga plazhi me çunin, tek ato lodrat që janë aty në rër, dhe ta pim kafen aty dhe ndërkohë unë pastaj të shoh se çfarë restoranti mund të shkojmë për drekën. Tani po filloj me make-upin, se besoj për pak vjen Lori. Doli shumë herët sot i shkreti, doli as në 8 jo, sepse kishte një punë te puna vet. Dhe them që kur të vi Lori, t'jetë vetëm, se më thënë pjesa e veshjes, të vishemi dhe t'ikim. Mos vonohemi shumë me make-upet e mia, me gjonat e mia. Dhe që kështu po vazhdoj. Jam akoma e bllokume, kjo situata kështu ma shpifi, nuk po e duroj dot më. Nuk e di sepse po më zgjat kaq shumë ky bllokimi. Ju do thoni ndoshta nga që nuk merr mjekim, Kamila nuk je shtatzan dhe nuk lejohet marrësh asgjë. Në fakt për mua kjo gjë nuk vlen, sepse unë edhe kur jam normal që jam shtatzan, sa herë që s'morem zën gripi, unë nuk pi asnjë ilaç, nuk marr asgjë. Nuk, si më thon, nuk e di ç'është alerhoti, nuk e di ç'a janë këto qetësuesit e gripave, se jam tip që i kam frikë, jo për gjë, nuk du të marr ilaçe kot. Dhe më kalon gjithmonë vetë shumë kollaj gripi. Tani nuk po më kalon për qemet, nuk më ta quaj grip tamam, të mirëfillt, se thjesht e bllokume jam, por që po më vëzis shumë kjo situata. Pse nuk po qetësohem, pse nuk po më zhbllokohen hundët? Se t'ishte për shembull periudhë qeljesh lulesh, që unë kam alergji, nuk është ajo periudha, nuk kam filluar akoma pemë dhe lulet me qel. Se di, s'di ç'a them. Si që thash do bëj një make-up
shumë thjesht, sepse duke qenë se kam qerpikët, nuk du ta teproj, momenti që kam qerpik, se më duket vete pastaj shumë e ngarkume. Shumë pak, do me thënë, do merrem me këtë pjesën e fondatinës. Pak vetullat, mund t'jap një shkëlqim syve dhe kaq. Dhe buzës, unë nuk ri pa shkëlqys të buzët. Kush më njeh, e din shumë mirë që unë nuk mundem dot pa shkëlqys të buzët. Unë jam duke u ly me vetëm me kamerën e telefonit, se kam hap fare pasion, se kam nxjerr, po duhet ta nxjerr. Sidomos tani momenti që do përhap këtë, vendos dhe 2 nga këto mos më shqetësojnë flokët. Ashtu dhe. Marrë pasqyrën. Herë si këtu nuk po m'hikën për qamet. Nuk e di që shke punë shumë e mu. Ju zakonisht qa boni dielave? Si e keni atë rutinën? Sepse ne kemi kriju një rutinë tonën, që si që thash që zgjohemi mëngjes, bëjmë mëngjesin, pastaj ikim pim kafe diku me lodra, pastaj në ndonjë restorante zakonisht i zgjedhim i çik larg, jo këtu në Durrës, du më ndryshojmë i çik vend. Dhe mund t'jenë, shkojmë në Divjak, shkojmë në për këto fshatrat e Tiranës. E shif një që unë arrova, kam i gjo për të bo sot. Për zonë tani u kujtova. Do ikim te Toptani, sepse du të shoh për karrocën. Erdhi dhe kjo periudha që të shohim për karrocën. Nuk du ta lej, si me thënë, për muajin e fundit, sepse me Odin kështu kam qenë detyruar se kam qenë regjim, po tani shqyr Zotit me që jam mirë, do shkoj t'i shoh vetë t'i zgjedh vetë gjona. Dhe thash t'i te Toptani se aty është ai Big Kids që ka firmat e karrocave që mu më interesojnë. E t'i shoh, pavarësisht se për Cybexin e di shumë mirë se si është, se e kam pas vetë, e ka dhe motra tani modelin e fundit dhe e di qa është Cybexi, por që mu më ka pëlqyer shumë edhe Bugabu dhe Annex. Për Annexin, me këto që kam folë, më kanë thënë që është e mirë, por që nuk krahasohet me Bugabun edhe Cybexin, kështu që do shkoj ta shoh vetë një herë. Edhe shumë mama tjera më kanë thënë që Annexi është më komodi, më i miri për prindrin, është shumë komod për prindrin, për atë personin që do e përdori, domethënë. Kështu që më shkoj t'i shoh vetëm, se sa të më ngatrohen më shumë me fjalët e njerëzve. Por besoj që tek Toptani do ikim basi të mbarojmë punë me drekën. Kështu që me shumë mundësi drekën diku ande nga Tirana do e hajmë. Mu më pati dal një ditë në TikTok, më duket, apo Instagram, se më e mirë, më doli një si tip çan këto agroturizmash, ishte me emër vere, se si e kishte ajo, Agja, Anja, nuk e di, vajnë. Por që në Instagram të dalin gjitha shumë bukra, dalin gjitha me ushqim perfekt, me ambient perfekt. Unë e rujta si restorant, po që do ta shoh dhe një herë, dhe po ashtu po më pëlqeu, shkojmë ta shohim dhe nga afër, po na pëlqeu të shkojmë atje sot. Se e pash e kishte edhe lodra për fëmijë. Unë tani po mundom mos flas shumë, se kam fol shumë dhe partje, dhe kam as do më bezdiseni kështu. Do vazhdoj me make-upin, në qetësi, pa fol, dhe pastaj do shifemi qa do bëjmë. Ty tregoj edhe qa do vesh, që është një nga sfidat më të mëdha për momentin, që nuk di fare qa të vesh. Do tregoj pak dhe barkun, se ajo kam premtu par dje, dhe do shifemi gjatë të dielës.